që secila prej jush besoj se e din paga shumë tema për çka do flitet. Allahu subhanahu xhalla xhelalu, kur e ka kriju këtë dynja, kur është kriju këtë dynja, bashkë me këtë dynja është kriju edhe mira dhe keqja. Dhe mira dhe keqja asnjëherë nuk bëhen bashkë. Gjithmonë, sidomos e keqja lufton të mirën. Sidomos e keqja është më që lufton të mirën është e keqja. Mirë, edhe mira duhet ta luftojë të keqja. Kështu që Allahu subhanahu xhalla xhelalu me startimin e kësaj dynjaje e krijoi Ademin alayhis salam, njeriu e parë. Mirë po, kur Allahu subhanahu xhalla xhelalu i urdhëroi melaqet t'i binë sejdë Ademit alayhis salam, dhe kjo është urdhër sejdë nderimi, jo sejdë adhurimi. Sa adhurimi takon vetëm Allahut subhanahu xhalla xhelalu. Për adhurim duhet i nënshtrohemi vetëm Allahut azza wa xal. Për nderim është tjetër gjë. Dhe Allah azza wa xal kur i urdhëroi melaqet usjudu li Adam, binin sejdë Ademit alayhis salam, Allah azza wa xal thotë fasajadu al-malaika kulla. Këtë melaqet i ranë sejdë Ademit alayhis salam urdhën e Zotit. Illa Iblis. E veçon i madhi Zot, thot përveç Iblisit, lanetullah alayh. Kush është Iblisi? Shejtani, shejtani ka qenë në xhennet. Nuk i bën sejdë, nuk e çon urdhin e Zotit në vend. Pse? Sepse Iblisi ka pas në brendin e vet një të keqe që edhe melaqet nuk e kanë pa. Mi pa Allah azza wa xal, xhalla xhelalu, në këtë situatë, kur i urdhëroi melaqet bin sejdë, dhe Iblisi, shejtani nuk i ra, e nxjerr në pah atë të keqen e shejtanit brenda. Atë xhelozin, atë urrëtitjen që ka pas shejtani brenda. Dhe kur Allahu subhanahu xhalla xhelalu e pyetën shejtanin dhe Zoti e di më mirë, më na tregon ne historinë se si ka ndodhur, pse nuk i bën sejdë Ademit alayhis salam kur unë të kam urdhëruar? Shiko të keqen. Çka thot shejtani? Ana khairun min, unë jam më i mirë se ai. Hayullah, pse je më i mirë? Pse ti je më i mirë? Sepse ka mendu shejtani që unë jam i krijuar prej zjarri, dhe zjarri është më i mirë se balta, sepse krijimi i njeriu ka filluar prej balta. Mi arsye kryesore kush ka qenë? Xhelozia, urrëtitja që ka pas shejtani ndaj njeriu. Pse e përmenda këtë? E përmenda këtë sepse që me krijimin e kësaj dynjaje, me krijimin e njeriu ka filluar e mira dhe e keqja ta luftojnë njëra tjetrën. Nuk ka diskutim, ne nuk do flasim për sfidat e një shteti tjetër, ne flasim për sfidat e vendit tonë, do flasim për sfidat që ne hasim për ditë, për sprovat që hasim për ditë. Në këtë vend ku jetojmë, në këtë qytet ku jetojmë, a ka sfida? A ka sprova? Normal që ka sfida. Normal që ka sprova. Thot Allahu subhanahu xhalla xhelalu, e kemi kriju njeriu, ke bëz në gjuhën arabe do thotë vështirësi mas vështirësia. E keni vure që sa herë gëzohesh për diçka, me njëherë do vit diçka tjetër që do ta huli atë gëzimin të atë euforinë që ti ke pas. Ka raste të tilla për shembull që thu, sa u gëzova me ku bon kjo gjë. Se kështu është jeta. E mira dhe e keqja shkojnë bashkë. Sfida ka plot. Unë i përmendi disa. Për efekt kohe, për respekt edhe ligjëruesës tjetër doktoreshës, që t'i japim hapësirë dhe doktoreshës, unë i përmendi disa, ndoshta 2-3. Dhe do i përmbajmë kësaj. Për sfidave kryesore që ne hasim sot. Kush është? Dhe besoj që secila prej jush me njëherë e çon mendje. Sfida kryesore, unë flas nga aspekti islam, e shikoj nga aspekti islam. Profesoresha Zana mund ta shikoj nga aspekti psikologjik diçka tjetër, ose dhe doktoresha nga aspekti diçka tjetër. Sepse alhamdulillah Allah subhanahu xhalla xhelalu thot në Kur'anin Kerim is'alu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyesni njerëzit që janë kompetent për gjëra që si dini. Pyesni për çështjet shëndetësore, duhet pyesni mjekën. Keni diçka probleme psiqike, psikologjike, diçka do të pyesni për shembull profesoreshën Zana, për çështje çështje fetare duhet pyesni teologët, hoxhallarët e kështu me radhë. Sfida numër 1 që ne hasim çdo ditë është ajo sfida që më shumë sfidë psikologjike flas në aspektin e
islamit. Mos ju duket çudi. Në sipërfaqen alhamdulillah kur kush nuk na kundërshton, sidomos Maqedoni. Maqedoni nuk është problem, as i punësimit të një motre me shamik. Maqedoni alhamdulillah është pak ma but. Ama të shkosh në vende tjera, do është pak ma egër. Flas në aspekti psikologjik. Kundër fesë, po të shikosh rrjetet sociale sot. Me çka janë të mbushura? Me çka mësimesh janë mbush sot rrjetet sociale? Ka fetare, alhamdulillah. Ama kush dominon? Kush dominon rrjetet sociale më shumë? E keqja. Emisionet atilla që janë degeneruese, sidomos për rinin, për trejat, për trit, që nuk ka hajër në të. Nuk merr diçka një mësim prej saj. Nuk janë edukative. Por përkundrazi, duhet t'i japin shkelimin familjes. Ne në Islam, familjen e kemi bazë. Nëse kemi një familje të shëndosh, do kemi edhe një shoqëri të shëndosh. Pikërisht ato që i kundërvijën, ndoshta ato nuk dalin haktazi. Mirë, kjo është një degenerim që duhet ta shturim familjen, vlerat, zakonet, traditat që ne i kemi. Traditat, zakonet që ne i kemi edhe ta marrësh, jo vetëm nga ana fetare. Po dhe ne si shqiptar, traditat e zakonet tona nuk kanë qenë të tilla që të flejnë me një dhomë me vajza dhe me djem. Dhe besoj se e dimi për çka bëhet fjalë. Dhe nuk e kam, dhe nuk nguroj, dhe nuk kam turp, dhe nuk kam frikë ta them. Derisa dikush e bën një emision të tillë që degenerojnë të rritë dhe trejat dhe ta bëjnë normale, anormale, kështu që edhe ne nuk duhet kemi frikë ta ngrim zërin, të themi gjithë ato emisione. A Big Brother, a Ferma, a kjo janë degeneruese. Që vehen 24 orë emision special, kanal special, 24 orë, ti shikosh ato emisione, 24 orë shikosh budalliqet e dikujt, sharjet e dikujt, ofendimet e dikujt. Po ku e kemi pas? Tash lidhet edhe nga ana aspekti fetar, në traditë. Ne si shqiptar nuk i kemi këto tradita. Nuk kemi edukuar prej nënave, prej gjyshëve në këtë lloj forme. Dhe këto emisione që bëhen nëpër televizion dhe dalin në rrjetet sociale, por ndoshta ne jemi në atë moshë që ndoshta nuk lëkundemi shumë. Ama ne kemi hallin e trive, hallin e trejave. Unë zakonisht atyre që janë moshë në xhamia, diçka i them, i ka 60, 70, 80 vjeçar. Them juve mi unë nxjerr prej dere do vini prej dritarje. Do hyni nga dritarja. Problemi është ke tritë dhe ke treja si ti bim. Tritë dhe treja. Pse? Sepse po ti shikosh institucionet fetare me xhamia, edhe në vende tjera, pavarësisht se sot shoh mashallah këto treja, mashallah te vera Allah. Shumica e xhamatit janë mosh. Do të shikosh në një eveniment tjetër, jo fetar, do të shikosh tritë dhe treja tona duke ulurit mas një fajza një vipi. Për çka je vip? Për çka kam shembull? Për degenerim? Për fjalor jo të mirë? Për sjellje jo të mirë? Prandaj një prej sfidave që ne hasim sot është pikërisht kjo. Lufta, unë e shikoj dhe luftë psikologjike, që t'ja bëj, që t'na e bëj atë keqen, na e bëj normale. Është normale të flasësh keq, është normale të flesh me një dhomë që se dim se kush është ai person. Është bë normale. Jo vetëm këtë ri që është bë normale. Është bë një fenomen tjetër. Edhe ato që janë më mosh plakat. Po shoh se nisi Big Brother. Më thonë, imagjinoni çka sfidë është, çka ka hyrë në familjet tona. Ne harrojmë se kjo është një krim i vogël, që ai krim i vogël që na duket krim, atë lisin e madh, pemën e madhe, do vi dita që do ta shkuli dhe ta hudhi për tokë. A ka sfidë më të madhe? S'ka sfidë më të madhe, prandaj më vjen keq për shembull se ne kemi dorë vetëm me fol, me ndryshu diçka, nuk mundemi. Po a kemi forcë me fol, kemi forcë me fol. Pra unë shikoj këtë si sfidë për secilën prej nesh, si sfidë për familjet tona, që duhet të shkatrojmë familjet tona, vlerat e familjes tonë. Familjet tona, sfidë tjetër kush është? Sfidë tjetër është që motra Zana e di më mirë, që në përshkolla
futen temat atilla dhe flitet shumë, që përpara moshën më të madhe dhe moshën tonë, për shembull, nuk ka qenë, s'ka shku nërmend. E kemi ditë që familja përpahet nga një burr edhe një gru, edhe fëmijë. Tani dalin e thonë prindi 1, prindi 2, nuk i përmendet nana dhe baba, kush është prindi 1, kush është prindi 2, kush është baba, kush është nana. Pse? Del diçka tjetër sfidë, mos e kam thonë edhe kam e thamë. Në çdo vend që shkoj, ndoshta brezi im, masi kam me shku, ndoshta nuk ta shikojmë, ama jemi të nuhat që është duke ndodhur. Do vi vati atyre fëmijëve të vogël, që do i duket normale, që të vjen kurorëzim gru me gru. Ti duket normale që të vjen kurorëzim burr me burr. Dhe po ndodh se ka fillu miratohen ligjet në Shqipëri, miratohet ligje në Kosovë, që duket normale. A kur vjen çështja e një femre muslimane që do më u puncu, ajo nuk ka asnjë drejt. Ka drejt mu martu burr me burr, miratohen ligje në parlamente, a kur ngrehet zëri që një femër muslimane ka të drejt mu puncu, ka të drejt mu avancu, ka të drejt asnjë sejo. Kjo është një degenerim i familjes që duhet me degeneru familjen muslimane. Është sfidë e madhe, prandaj nëse ne na duket anormale, tyre fëmijëve që janë duke mësuar në shkolla në mënyrë tinzare, që është normale, që një burr me një burr martohen dhe një femër me një femër martohen, që as shtazët si shtaz nuk e kanë atë kopen e vetë këtë ligj. Falis për shprehjen, as shtazët si shtaz, as kafsha si kafsh. A ne jemi të i kalu ato, ka gjenda ka sënë, do Zoti e di mas miri, ama ne flasim që këto janë veti që vërtet e kazojnë familjen tonë. Që dhe ne marrin qafë fëmijët tonë, dhe marrin qafë brezat e tjerë. Dhe është deri aty, ka arrit deri aty do të mos fol se të drejtat e njeriut. Po çdo kush ka drejt, vetëm ne si musliman, si besimtarë, po kemi drejt. A nuk kemi drejt me fol? Pse pala tjetër ka drejt me fol, mos kam drejt me fol? Ne duam ta mbrojmë familjen. Ne duam të mbrojmë adetet tona, traditat tona familjare. Sepse Islami ynë asnjëherë nuk është kundërshtim me një traditë i cili i ka traditat e bukura, traditat e mira. Po pra, më të dëni unë shikoj këtë si sfidë, që vetëm se ka fillu, dhe jemi duke ndje, dhe po ndodhen nëpër familje. Raste plot atilla që djali është martu me djalin. Vajza është martu me vajzën, ka sa dush. Kënë detov, kënë shkup, ndoshta kënë dhe ngostivar. Kjo i thoni sa fjale, si thot populli një fjale, shifë rushin e në piqu. Ka dhe le ka dalë fillon kjo. Prandaj, ne du ta dim vlerën e familjes në Islam. Zoti ka kriju. Zoti Madh Xhelle Xhelali e ka kriju burrin e ka kriju dhe gruan. Që të krijojnë familje të dy. Dhe secilit, sfidë tjetër, shka shoh sfidë tjetër. Mundohen nëpër vendet ndryshme dhe nëpër emisione ndryshme dhe nëpër mezhlize ndryshme ta akuzojnë sikur Islami e ka nënvlerësu femrën. Që ne si muslimanët ta shikojmë veten shumë poshtë që kemi ne. Pse Islami, duke një gjuhë që shifi Islami si e ka nënvlerësu femrën, shifi Islami si e ka poshtru femrën. Dhe kjo është sfidë, një gjë shpërdit. Emisionet atilla, sepse mos kujtoni se nëpër rrjetet sociale do të rrasin njerëz që kanë taban. Do të rrasin njerëz që janë pa taban. Sepse ato i duhen për klikime, për Allah e din. Allah Xhelle Xhelalu e din mas miri. Prandaj Allahu Subhane Xhelle Xhelalu na ka dhënë, na ka thënë, na ka udhëzu, na ka drejtu që të kemi kujdes familje. Thash me sfidave kryesore, këto janë, do të thonë, sulmet te familja. Dhe një pra tyre tjetër kush është? Edhe sulme ndaj femrës, ta shikojmë veten as si femra muslimane shumë poshtruar me jetë. Çe? Tash i foli pak si në dialektin e Tetovarëve. Çe femra nuk i takon me fol, nuk i takon mirasi, nuk i takon kët, nuk i takon shine se ka poshtruar Islami femra dhe neve na ngulitet mendje që quhet luftë psikologjike. E një pas marrë në universitet, në arabisht ishte një temë që thotë ghazu fikri.
më thonë luftë psikologjike të bëjmë. Luftë psikologjike, çka do të thotë? Që non stop ai fol, thotë zezën do ta bëj të bardhë, ose të bardhën do ta bëj të zezë. Edhe duke thonë, nëse 10 veta i thonë kësaj ngjyrës për shembull të zezë, dhe kjo është e bardhë, dhe unë jam vetëm për atyre që them e bardhë, këtë duke thonë e zezë, në unë tash mos jam unë, do të shoh mirë. Do të unë nuk jam rregull, po i them në unë e zezë. Kështu dhe njerëzit. Duke pa që e shef Islami si ka pashtru, jeni të lira, ju do ndreni zonin, edhe dalin pastaj, shkak i këtyre sulme dalin ato që janë feministe. Çka do thonë feministe? Drejtat e femrës. Po shikoni subhanallah, Islami, feja jon, secilit i ka dhënë vendin e vet. Valla sun bëhesh burr, edhe burri sun bëhet gru. Pavarësisht se kanë filluar tash. Në operacione doktoresh, plastike, friu, aty, Allah azza wa jalla rujt. Nuk mundesh, shëgatën në kesh kun klinik, do shfryjet, Zoti na rujt. Allah azza wa jalla rujt. Tani, kur e dim se çka vendi ka femna, dhe e dim çka vendi ka mashkulli në Islam, nuk ka tilla probleme. E di kur ka probleme, kur ne nuk e kuptojmë Islamin tonë, kur s'kemi lexu, dhe na tregoj dikush tjetër version si ti kanë atit. Kur ti e lexon, tash si ti bësh ballë këtyre sfidave, do thash homoseksualëve veç këto. Si ti bësh ballë? E para do të lexosh. Ta lexosh për fen tënde, të lexosh Kur'anin. A këtë Kur'an mund vjen keq. Zakonisht bëj thirrje xhamatit. I bëj thirrje vetit tim pastaj sepse ajo që folën nuk është më mirë se ato që ndigjojnë. Tash, këtë Kur'an kur ta lexojmë, do ta lexojmë me shpirt, me zemër edhe me tru. Ty ky Kur'an në shpirtin tënd, në zemrën tënde, ama edhe në trurin tënd, çka do të thotë? Që ta praktikojmë këtë fjalë të Zotit. Sa afër jemi këtij Kur'ani neve? Jemi shumë larg. Dhe keq që ta them, jemi shumë larg. E di pse jemi larg? Jemi afër. Kur e lexojmë, a jemi larg kur e praktikojmë? Zoti mos ta bëj për atyre njerëz, është një hadith i profetit alayhi salatu wasalam. Hadith i profetit alayhi salatu wasalam, Allah, hadith i saktë. Thotë, do vini kohë që njerëzve nuk do i deportoj Kur'ani përveç se në fyt, do mbetet në fyt. Shqip me thonë do mbetet në fyt. Për çfarë arsye? Do mbetet Kur'ani në fyt, sepse nuk praktikohet. Nëse do me pa muslimania dhe muslimani, sidomos ne të fol për të gjinin çfarë, vendin tënd, shikoj çka thot Allahu në Kur'an. Nëse do me pa pozitën tënde, shikoj çka ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Femra në Islam është mbretëresh. Dhe nuk kam nevojë dikush më tregoj mu se që e ka me poshtrume, se që e ka me nënshmume. Jo, e dikush ma tregon ai person i cili më shikon që unë nuk kam lexuar. A kjo ti kur do ta dish vetin tënd, se çka pozite ke në Islam, se si të ka nderuar Allahu, si nën, si bashortë, si motër, si hall, si teze, ti do të jesh krenare. Je krenare për këtë din që ke, për këtë fe që ke. Sepse si shtot një dietar i njohshëm, nëse do me pa vetin tënd, a je në hak, shiko shigjetat e armikut, nëse ti të sulmojnë, dije se inshallah je në hak. Edhe Allahu subhanahu xhella xhelalu, a që ka nderuar femrën në Islam, a që ja ka dhënë pozitën e vet, ka mbrojt Allahu, ka siguru Allahu. Prandaj prej amaneteve të fundit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kush ka qenë? Namazin i përgatan, islusu binisel khair, ju ale amanet gratë. Kujt ju ka drejtu? Burrave. O burra i keni amanet gratë. Amanet si amanet? Çka kuptojmë me amanet gratë? Mos ta poshtrosh, mos ta nënshmosh, ta mash, ta nderosh, t'i japësh vendi ku e ka. Prandaj është një hadith i profetit alayhi salatu wasalam i cili thotë, nuk e nderon femnën përveç se ai që është zotni burr, i nderuar, dhe e poshtron femrën, ai që është i poshtruar. Njeriu i poshtër, ai e poshtron gruan e vet. Njeriu që është zotni burr, ai nuk e poshtron gruan e vet, ai e man gruan e vet. Gjithë ato që na nxisin dhe na cysin që thotë ja femra nuk ka drejt me trashëgimin e ka nda Allahu në Kur'an, nuk e ka lënë njeriu.
ke hisën tënde, ke pjesën tënde. Gjithë ato njerëz që thonë, po ja, Islami e ka nënçmuar femnën. Jo. Allahu subhanahu jalla jalalu kur thot në Kur'an, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Ka jetë më të bukur dhe ty të jesh krenare për këtë gjë. Pse? Se i madhi Zot ka thënë, e kam bërë farzën to kurrë Zotit. Që njeriu me këtë dynjë një herë do ta njohë krijuesin e vet. Ka ardhur me këtë dynjë me njoft krijuesin, nuk ka ardhur me dëshirën tënde. Nëna dhe baba janë thjesht se vë. Ai që ka desh që ti jesh këtu ku je, ai që ka desh ta japi atë formë që ti e ke, është Allahu subhanahu jalla jalal. Dhe haku Zotit është me madhru Allahun azza wa jall. Ai dini që më një herë mas haku Zotit, çka do të Allah azza wa jall? Wa bil walidayni ihsana. Dhe silluni mirë me prindit. Walid në gjuhën arabe kush është përpara, nëna dhe baba? Kur thuhet walidain, këtë Kur'anin Kerim, kur thuhet edhe interesant është, kur vjen çështja me i dhon dashni, kur vjen çështja me dasht, kur vjen çështja e ngrohtësisë, Allah azza wa jall fillon me nanën. Fillon me nanën, pastaj me babën. Walidain vjen nana e para, pastaj baba. Direkt mas hakut Allahu Jalla Jalalu, kemi hakun e nanës. Edhe sfidë tjetër që po hasim sot në për familjet tona, se unë solla veç ke familja, është pikërisht që sa nana qaj e derdhin lot se nuk e kanë atë respektin, nuk e kanë atë, fëmijët janë po mos mirë njohës, janë po fëmijët rebel, më falni për shprehje, janë po ka fëmijët mirë, do ketë fëmijë mirë, nuk ka diskutim, mi po fëmija nuk e ka problem i thon nanës, më falni për shprehje, mbyll e goja. Nuk është sfidë e madhe, për prindin është sfidë e madhe. Është sfidë për secilën prej nesh. Pse? Sepse sfidë tjetër është ato fëmijët rritën në rrjete sociale. E shef një tiktoker, një pop ku e diu një gjithë se çka quhen ata që kërcejnë çashtu. Edhe me shembull fëmia, edhe me shembull. Me shembull normal, do ta marrë shembull se ka probleme të shajt, me të ofendu. Dhe bashkë më kujtu ta përfundoj. Bashkë më kujtu. Tash jemi në 10 ditët e mujt haç. Edhe e përfundojmë me kurban. Ne pa kemi mendu, pse presim kurban? Do thotë dikush sakrificë që bën për hir të Zotit, ajo nuk ka diskutim. Ama kush ka prej kurban? Që ne shkojmë siç ka bëj kurban. Kush ka qenë Ibrahim alayhis salam? Ibrahim alayhis salam ka deshta presi djalin e vet. A ka sfidë më të madhe? S'ka sfidë më të madhe. A ka sprovë të madhe? S'ka. Ama ajo që më bën përshtypje shumë. Po ti hysh thellë pakës. Momenti që Ibrahim alayhis salam i thot djalit vet. Ja bunay inni ara fi manam an yadhbahuk. O biri, unë po të shikoj në ëndër. Dhe shikoni mënyrën e të folmës. Ka të bëj shumë. Sot që në pjesën e profesorës Zanës, në Islam ka të bëj shumë thirrje. Dhe Zoti i Madh, shikoni se si e ka bëj që ta thirrë baba fëmijën e vet. Ai që afërsi kanë pas të dy, nuk i ka thonë o djali im, ose ta thrasi me emër Ismail. Kur të rret dikush me emrin më të butë, me emrin më të dashur, me emër të shtin zemër më shumë. Ka thonë, o e vladi im, o biri im. Sepse ti thrasësh fëmijës në emër, nuk është njësë ti thosh o e vladi im. Ka thonë, o biri im. Unë baba, po të shikon në ndër se jam duke prej. Shifni përgjigjen e Ismailit alayhis salam. Edhe këtë përgjigje është mirë të rinjtë e treja ta shikojnë, ne nuk duam Islam, thjesht ti lexojmë historinë si u kry puna një histori. Jo, duam që ta kuptojmë historinë. Kjo është thelbi dhe kjo është që kërkon Zoti neve në Kur'an. Zoti ne këtë histori që na i tregon Kur'an thot, fa'tabiru, logjikoni o njerëz. Ismail alayhis salam çka ka thënë? Ja abati. O babushi. Në njëjtën mënyrë tu tregon edukatën që ka pas. Tërbijen që e ka eduku baba vetë Ibrahim alayhis salam, Ismail alayhis salam, çka ka thënë? I falë me të umarë, bëjë qka të ka urdu Zotin. Shikë, babi, unë të këte urdin mas, më ka qenë çështje vdekje, çështje etike. Ti sot i du djali qka dhe me nane shkëmi blim, i paracetamol. As shkëm, tash jam i lodh. Ko kërshfinës dikitroni ndorë. Ka sfidë më të madhe, ngrehet nana, tu shkëpu. Ngrehet nana, duke anku. Ngrehet nana, e smuma që kena apotek. Qka pret ti? Dhe qka pret shumë? Dhe Ismail alayhis salam ka thënë, domin të kemi gjetë o babushim për durimtarët, ti bëja të çka Zoti ka urdhëruar. Kështu fëmijë duam ne sot. Kur ti thot prindi, o vladim, hajde nana mi maje, po
shkem pak të dy, fulan vendi, po nëna ime erdha. Sot sfida tjetër që hasim në është pikërisht, ke fëmijët tonë që janë pak pangjushëm, për inshallah, Zoti i Madh Xhella Xhelalu e drejtoft rimin tonë, e drejtoft drejtën Allahu Ta'ala Ala. Tani, thjesht 2 minuta, se tash 5 minuta, 2 minuta, 5 minuta, 2 minuta, 2 minuta si të përballemi me sfida. Si ti përballojmë këto sfida? Çdo sfidë që ti hasëm, e para lidhu me Zotin. Nëse do me i përballu sfidat, lidhja jote me Zotin bën shumë fuqishme. Valla besimin në Zot, njeriu e bën shumë fuqishëm. Nuk, do thon ke një vullnet, ke një fuqi që ty e besimin Allahun Azza wa Jall t'jep energji pozitive. Pavarësisht sprovave dhe sfidave. Këtë e tregon Zoti në ajete të shumta dhe në histori të shumta të Kuranit Kerim, se momentet më të vështira që kanë qenë pejgamberët, ata kanë pas imanin më të fortë. Kështu që momentet më të vështira që gjitesh, do ta kesh imanin më të fortë, besimin më të fortë që ti përballosh. E dyta, namazin bëjë kohën e vet. Inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta. Namazin bëjë kohën, nuk është namaz i thjesht, lëvizje që një lëvizje. Namazi është sistem jete. Namazi ta rregullon ditën, namazi ta forcon lidhjen me Allahun Azza wa Jall, namazi të qetëson, namazi të relakson. Namazi është terapi shpirtërore dhe fizike. Erina bihaja Bilal, profeti alayhis salam i ka thënë Bilalit radiallahu anhu kur kishte hall siklet dert. Sprova thotë o Bilal, çu thirrë zonin që qetëson. Sot ai kemi namazin, më u qetësu, ai kemi namazin në hoxha një gale. E fala namazin në hoxha një gale, ja. Namazi është për të heq gale. E treta, dhikr. Përmende Zotin sa më shumë, do më u qetësu, do më rahatu, shpirtin tonë me i qetësu, zemrën tonë me u qetësu. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, me përmendjen e Zotit qetësohet zemra. Qetësohet zemra. E katërta çka, kishte treta ajo. E katërta çka tjetër? Lexoni Kur'an. Bëjeni Kur'anin si ushqimin që ti ha për ditë. Bëja vetit tonë. Unë sfidoj që bëja vetit tonë, nëse nuk e lexu Kur'an për ditë, bëja një muaj rresht. Jo më shumë se një muaj rresht. Po ta lexosh një pjesë Kur'anit, a një faqe, a gjysmëfaqe, a 3 jetë, 4 jetë, mjafton. Po ta lexosh Kur'anin, mund ta bësh vetit tonë në para gjumit, e lexon. Ama nëse e lexon një muaj rresht, unë të deklaroj që mas një muaj s'unë e lën më. U kry. Se ta kërkosh shpirtin dhe zemra jote. Me dua, lutja Allahut subhanahu xhella xhelalu që i madh i Zot të ruaj për çdo sahati, për çdo momenti të lik. Wallahu ta'ala alam, subhanallahi wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.